Përshëndetje të dashur miq, ky është parashikimi astrologjik. Për çdo shenjë të zodiakut për javën 19-25 maj 2025. Kjo javë shënon fillimin e sezonit të binjakëve më 20 maj, duke sjellë energji të përtërir komunikimi, kurioziteti dhe përshtatshmërie. Gjithashtu më 23 maj, Venusi hyn tek binjakët, duke nxitur dashurinë dhe marrëdhëniet. Hëna e plot e datës 23 do të ndikojë gjithashtu në emocionet dhe marrëdhëniet personale. Shëndroni deri në fund ku do të njihni shenjat me fat të javës, dhe mos harroni të bëni like dhe të regjistroheni në kanalin tim. Faleminderit. Dashi 21 mars 19 prill. Puna, këtë javë komunikimi do të jetë kyç. Shmangni keqkuptimet, veçanërisht kur keni të bëni me partnerin ose koleget tuaj të ngushtë. Dashuria, është një kohë e mirë për të forcuar marrëdhënien me partnerin. Nëse jeni beqar, është mirë të prisni përpara se të filloni një lidhje të re serioze. Shëndeti, stresi mund të ndikojë në mirëqenien tuaj. Praktikoni teknika relaksimi si meditimi ose yoga për të qëndruar të qetë. Demi 20 prill 20 maj. Puna, punët do mund t'i organizoni me qetësi, duke u fokusuar në mirëqenien e të gjithëve. Mbani durim dhe solidaritet me të tjerët. Dashuria, në një lidhje shmangni debatet për çështje të parëndësishme. Beqarët do të duhet të punojnë për të hequr qafe lidhjet e së kaluarës, për t'u hapur ndaj përvojave të reja. Shëndeti, mund të ndiheni më të lodhur se zakonisht. Jepini përparësi një diete të pasur me lëndë ushqyese dhe shmangni të qëndruarit zgjuar deri vonë. Binjakët 21 maj 20 qershor. Puna, shfaqen mundësi të reja ekonomike dhe mundësi për marrëveshje biznesi apo lëvizje fitimpruese. Një promovim ose një ndryshim i rëndësishëm në punë mund të shkaktojë fillimisht probleme, por do të jetë i dobishëm në planin afatgjatë. Dashuria, këshillohet të jetoni të tashmen si një dhuratë hyjnore, të pranoni të tjerët me virtytet dhe defektet e tyre për të ecur përpara dhe të ndiqni diktatet e zemrës. Shëndeti, muajt e parë të vitit mund të ndikojnë në shëndetin mendor për shkak të pasigurisë, por me ndjemën e planetëve situata do të përmirësohet dhe do të mbusheni me energji pozitive në gjysmën e dytë të vitit. Gaforja, 21 qershor 22 korrik. Puna, zhvillimi personal është thelbësor, qoftë fillimi një aktiviteti të ri apo rifillimi i diçkaje të braktisur, e cila mund të sjellë përfitime ekonomike dhe personale. Dashuria, çiftet do të përfitojnë nga një humor i mirë dhe një dëshirë për të qenë mirë, gjë që do të ndihmojë në kapërcimin e uljeve dhe uljeve emocionale. Shëndeti, vetmia e brendshme mund të ndikojë në shëndetin tuaj, ndaj është e rëndësishme t'u drejtoheni miqve dhe të shmangni arrogancën. Është e rëndësishme të dëgjoni trupin tuaj dhe të kujdeseni për nevojat e tij. Luani 23 korrik 22 gusht. Puna, keni kujdes që të mos lidheni shumë me punën, pasi kjo mund të çojë në probleme emocionale. Do t'ju duhet të ndryshoni personalitetin tuaj dhe të eliminoni të gjitha situatat e konfliktit që shkaktojnë çekuilibër në vendin e punës. Dashuria, arritni një ekuilibër mes materialit dhe shpirtërores. Mësoni të jetoni në të tashmen dhe mos u tërhiqni nga fantazitë e kota. Shëndeti, disponimi mirë me bricjapin, komunikimi shkëlqyer me demin, moskuptim me ujorin dhe shumë dashuri me shigjetarin. Virgjëresha 23 gusht 22 shtator. Puna, është koha juaj për të avancuar karrierën tuaj profesionale. Energjia e diellit dhe e Venusit, së bashku me hënën e plot, ju frymëzojnë të shkëlqeni dhe të shkëlqeni në atë që doni të bëni. Dashuria, komunikimi do të jetë aleati juaj. Me partnerin do ketë keqkuptime, të cilat nëse i trajtoni mirë do ta forcojnë marrëdhënien. Shëndeti, kujdes nga tensioni i shpatullave dhe qafës për shkak të stresit. Peshorja 23 shtator 22 tetor. Puna, fillimi i një biznesi është një nga aventurat më të rëndësishme të jetës suaj, ndaj bëjeni. Dashuria, afërdita dhe dielli sjellin dashuri të re ose një perspektivë të përtërir për marrëdhëniet romantike. Shëndeti, ju dëshironi të ndiheni të lirë dhe të kontrolloni emocionet tuaja, pa lejuar askënd t'ju vjedh gëzimin dhe lumturinë. Akrepi 23 tetor 21 nëntor. Puna, energjia e diellit dhe e Venusit ngjall shumë dashuri në jetën tuaj, ndërsa hëna e plot në shenjën tuaj ju bën më pasionant dhe magnetik, duke ju zgjuar dëshirën për të përjetuar momente romantike dhe për të rënë sërish në dashuri. Dashuria, ju kënaqeni me aktivitete plot luks, bollëk dhe magji. Lejoni vetes të shijoni dhe lini shqetësimet tuaja pas. Shëndeti, mund të ndjeni të shqetësuar dhe të shqetësuar,
Por kjo hënë e plot nuk mund të jetë më pozitive me ju dhe ju hap dyert e suksesit. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Puna është një kohë ideale për t'u martuar, për t'u fejuar, për partneritet me të tjerët ose për të bërë biznes me të tjerët. Afërdita, planeti i dashurisë dhe parave, së bashku me diellin, garantojnë një periudhë të shkëlqyer për të qenë në një lidhje dhe për të shijuar një dashuri të madhe të mbushur me begati dhe bollëk. Dashuria, hëna e plot ju kujton ata që nuk janë më në jetën tuaj, por që tani gëzojnë pashën e përjetshme. Shëndeti është një kohë e mirë për t'u fokusuar në marrëdhëniet tuaja personale. Britsjapi 22 dhjetor 19 janar. Puna, shëndeti juaj është i mbushur me bekime fale energjisë pozitive të diellit dhe Venusit. Nëse po mendoni për përmirësime kozmetike ose kirurgji, kjo është koha e përsosur, pasi Afërdita ju sjell bukuri dhe hijeshi personale. Dashuria, dielli ka një ndikim pozitiv në shëndetin tuaj të përgjithshëm, ndërsa hëna e plot ju bën të mbani mend dhe të humbisni disa miqësi të kaluara. Ujori 20 janar 18 shkurt. Puna, kjo javë ju inkurajon të shkëputeni nga rutinat dhe të kërkoni rrugë të reja profesionale. Nëse keni një ide inovative, tani është koha e përkryer për ta vënë atë në veprim. Dashuria, Afërditat e binjakët aktivizon hapësirën tuaj të romancës. Mund të lindë një dashuri e papritur ose pasioni mund të ringjallet në marrëdhënien tuaj. Jeni më komunikues dhe simpatik se zakonisht. Shëndeti, duhet të çlironi tensionin e akumuluar. Aktivitetet të tilla si ecja jashtë ose praktikimi i meditimit do t'ju ndihmojnë të rifitoni ekuilibrin tuaj të brendshëm. Peshqit 19 shkurt 20 mars. Puna, mund të përballeni me vendime të rëndësishme për të ardhmen tuaj profesionale. Përdorni intuitën tuaj, por dëgjoni edhe këshilla praktike. Kjo javë është një kohë e mirë për të riorganizuar prioritetet tuaja. Dashuria, hëna e plot ndriçon çështje emocionale nga e kaluara. Është një kohë e mirë për të shëruar plagët dhe për të hapur zemrën ndaj përvojave të reja. Shëndeti, energjia juaj mund të luhatet. Jepini përparësi pushimit dhe shmangni mbi ngarkesat emocionale. Pastrimi emocional ditar terapi art do të jetë veçanërisht shërues. Perfekte. Për javën 19-25 maj 2025, këto janë shenjat më me fat fal kalimeve planetare, si dielli dhe Venusi që hynë te binjakët dhe hëna e plot. Tani do të flasim për shenjat më me fat të javës 1. Binjakët. Pse dielli hyn në shenjën tuaj më 20 maj, duke shënuar fillimin e sezonit tuaj. Plus, Afërdita ju bashkohet në datën 23, duke rritur karizmin, vetvlerësimin dhe fatin tuaj në marrëdhënie dhe financa. 2. Shigjetari. Pse hëna e plot bie në boshtin tuaj të marrëdhënieve, duke sjell qartësi emocionale dhe mundësi për të shëruar lidhjet ose për të forcuar marrëdhëniet. 3. Virgjëresha. Pse energji shumë të favorshme në fushën profesionale dhe në vetvlerësim. Ju mund të merrni njohje ose qartësi për qëllimin tuaj. Faleminderit dhe miru